Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme Shqipëria votoi për zgjedhur parlamentin dhe qeverinë e re për 4 vitet e ardhshme, por si ishte ky proces zgjedhor i cili ka qenë i mbushur me disa incidente, sidomos në Tiranë, por edhe në qytete të tjera në Vorë, në dibërmbrëmjen e djeshme, por ashtu sikur e thash më lart në disa qytete, do ta analizojmë me avokatin e njohur Kurtim Cakrani. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje ju, faleminderit për ftesën. Avokat, e prisnit këtë që ndodhi për sa i përket incidenteve apo prisnit që të ishte së pari një proces i qetë përpara se dalim tek pritshmëritë për rezultatet? Shiko, të jemi sinqert se nuk dua që të unë kam qenë gjithmonë sinqert me ju, me media dhe kudo. Unë e kam paralajmëruar që në Shqipëri nuk bëhen zgjedhje të lira. Ju përmendët disa qytete si Tirana, Vora apo Dibra. Unë po ju sjell shembuj të tjerë që kanë ndodhur që nuk janë për të publike, por që janë të dokumentuara. Mbrëm natën, pra natën e të shtunë duke u kthyer diel në lumin e Vlorës, deputeti Vullnet Sina për shembull ka shkapur pra enturazhin e tij duke blerë vota, duke në makinë, duke blerë vota në orët e vona të natës nëpër banesa në fshatin Peshkëpi të Vlorës, në fshatin Bolen e kështu me radhë. Është dashur ndërhyrja e militantëve të Partisë Demokratike që ta neutralizojnë ose që ta pengojnë këtë gjë. Gjithsesi dhe këto ka qenë një krim zgjedhor, për mos folur pastaj për tjera. Gjithsesi, unë kam thënë që krimi zgjedhor nuk bëhet ditën e zgjedhjeve, as ditë para, dy ditë para, po bëhet në vimësi. Krimet zgjedhore u bë edhe 2 ditë para, kur kryeministri shpalli një amnisti për të gjithë ata që kanë probleme me ligjin administrativ, që do të thotë ata që kanë pasur gjoba, masa administrative nga institucione të ndryshme kështu me radhë. Pra edhe ky është krim zgjedhor, ose asfalti last minute, ose mbi asfalti minutës fundit që hidhesh natën. Pra ka lloj krime zgjedhore që në Shqipëri kanë qenë pafund. Pastaj që shia mbi tort ishte ajo që ndodhi në komunën e Parisit, ku një zyrë elektorale pa deklaruar, e pa bërë publike, e pa regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pa logo, pa gjë, aty ishin enturazhi i Partisë Socialiste, ku një drejtoresh e rëndësishme e një institucionit siç është institucioni mos gaboj inovacionit e kështu me radhë, dhe drejtoresha u arriti në nivele që u ikte me vrap, bashkë me enturazhin e saj aty brenda. Kështu që unë nuk i besova as asaj që Altin Dumani bëri shpalli 3 muaj më parë, biles edhe tek ju kam dhënë intervistë, thash unë nuk besoj, thash as tek BKH, as Altin Dumani, as tek Policia e Shtetit. Dhe vazhdoj që i them asaj, kam ngulur dhe ditë e fundit në media, 2 media kombëtare, e kam thënë që në opozita shqiptare nuk ka rëndësi kush opozita në tërësi shqiptare, nëse do të mbrojë votat në avjetja e votës, duhet të ndërtoj reparte trupa paramilitare që të mbrojë votat qofta Policia e Shtetit, qofta INUK-u, qofta INUVI, qofta gjitha institucionet që janë në terren, që vjedhin vota për në favor të partisë të pushtet, për të mbratur vendin e punës, për të nxjerrë X deputet e kështu me radhë. Kështu që kjo është panorama e Shqipërisë sot. Në Shqipëri nuk bën zgjedhje të lira, kemi turp të navi që bëjmë shqiponjë fej, ku në Kosovë zgjedhjet bëhen të lira, në Maqedoni zgjedhjet bëhen të lira, në Maltë zgjedhjet bëhen të lira, po sol Greqinë se Greqia se arrin dot, por po flasim për rajonin këtu që është një rajon që mund të themi vulkan. Në kohën që ne flasim, në këtë orar kur bën zgjedhjet në Kosovë, rezultati kishte dalë. Po kishte dalë. Tani ne merremi këtu tani që merremi me gjëra banale. Tani problemi qëndron që unë vazhdoj të këmbgul. Në Shqipëri ka nevojë për zgjedhje lira. Unë jam nga ata i them, në momentin që zgjedhjet kompromentohen, po qoftë edhe një njeri mor një vot, ti do përsëritë zgjedhje që mos të vidhet më vota, që ai mos ketë asnjë mundësi më që të vjedhi. Sepse këta thonë, o mërë se u votë, s'ka problem se nuk dyshoj rezultatin e zgjedhjeve. O mërë se ishin ata banditët atje, po ishin 200 metra largë, s'ishin 150, sa ka norma e përcaktuar në ligj. Jo mërë jo, s'pun ka banditi mërë të zgjedhje, s'pun ka në pusi publik, drejtorët e kështu me radhë, të rinë dhe 500 metra largë që në zvotimin. S'pun kanë mërë. Ke pa në Kosovë, ti të ndodhin këto, nuk ndodhin, nuk e ekziston. Është turpo për ne. 113 vite shtet nuk kemi bërë një zgjedhje të lira mërë. Është skandal situata. Kjo është ajo që dua të them. Unë e them këtë si avokat ose njeriu i lirë, sepse unë do të votoj lirë, më vëlla. Unë dua që
që votat në vendin tim mos të diktohet nga banditët. Qofshin ka bandit në pushtet apo jo me pushtet elektoral, patronazhist e kështu me radhë. Kjo është ajo për ta dhënë keq ti. Avokat, pra task forca në gjykimin tuaj sikur edhe e paralajmëruar dështoi, e sfakut e kanë fjalën. Po dështoi sepse ju ishit vetë prezent ku 6 herë u telefonua nga Belind Gëlliçi për të shkuar atje dhe nuk shkon me policia e shtetit. U telefonua 4 herë Altin Dumani, nuk shkoi task forca. Ore, keni dëgjuar ju task forca të ketë arrestuar në njëri? Ktu e arrestuar Fredi Belerin se i gjetën 400.000 lekë në xhep dhe thanë lekët që ke ti në xhep janë lekë që do blije vota. E kupton apo jo? Dhe arrestuar në lokal duke ngrënë darkën dhe ati u bë një gjyq publik. Ne këtu deklarohet ai tjetrit në Maqellar atje janë kapur natën, ore çdo drejtori natën do shkojë në fshat. Çdo drejtori i një institucioni natën për të shkuar në një fshat. Ku drejtori nuk shkon atje për zgjidhur hallet e qytetarëve, shkon një ditë para votimit. Apo një drejtues tjetër e kështu me radhë jashtë përndar në qendra votimesh. Ore çfarë duan drejtorët më? Fundit është konflikt interesi, nuk duhet të shkojë fare te qendra votimit, se presupozohet që ai është në puzër publik është për të gjithë. Çfarë duan më në qendra votimit? Ky është problemi, ky është thelbi që ne duhet të kuptojmë qytetarët po. Lëri mo njerëzit vetë votojnë të lirë, mo administrata publike të votojnë të lirë. Lëri atë mora njoftimin nga Vlora, pak më parë, më thanë që në Vlorë kanë braktisur të gjithë nuk kanë votuar më. Ka votuar 28% e qytetarëve nga Vlora, gjithë qarku Vlorës kanë 75.000 votues me gjithë diasporën, ndërkohë që janë të regjistruar për të votuar 330.000 votues, as 28% e vlonjatëve nuk kanë shkuar të votojnë. Edhe në rang kombëtar ka një rënje shumë të ndjeshme në rang kombëtar, shifra shumë të forta. Po ka sepse ca janë të pakënaqur dhe nuk vënë. Pjesa tjetër të intimidohen nga i banditi atje dhe qendra votimit që të kërcënon atje. Kjo është ajo që duhet të marrë parasysh. Ku është punë e spakut këtu? Qa vlerë ka spaku nesër pas nesër që mundet të regjistrojë procedim penal, po të bëjë dhe arrestime dhe dënime. Kur ti rezultatin e zgjedhjeve ke diktuar në datën e ke diktuar deri në orën 7 që janë mbyll kutitë e votimit. Qa vlerë ka për ty për mua nesër që dënohet XY? As i lloj vlere nuk ka. Dhe ka vlerë vota, ka vlerë që vota të shkojë lirë te kutia e votimit. Kjo është ajo që duhet të themi pra. A ka ndonjë qark që gjykimin tuaj ishte më i qetë që nuk i kishe këto problematika, pra ose ta bëj gjykje ndryshe? Po. Çiko, nuk ka patur qark të qetë në kuptimin që zakonisht jugu është më i qetë. Të flasim reale tani, jugu i Shqipërisë është më i qetë. Qarku Vlorës apo Gjirokastrës, po jo sepse nuk ka patur ndërhyrje, ka patur probleme, por zakonisht nuk ka. Qarqet e tjera, Fieri, Elbasani, Durrësi, këto janë qarqe ku banditët elektoral, terroristët elektoral, se këta duhet cituar terrorist elektoral. Sepse në momentin që ti si cilëson me një emër terrorist elektoral, përderisa ai nuk i lë qytetarët votojnë të lirë, quhet terrorist elektoral. Kaq, ky duhet të jetë definicioni sakt për ta. Tani qarqet në Shqipëri janë qarqet më të që kanë probleme janë Elbasani, janë Durrësi, pak Fieri, Shkodra, Lezhë mbi të gjitha dhe normalisht Dibra. Sepse unë nuk e kuptoj dot që paku duke ditur që këto janë qarqet që kanë probleme, kanë patur probleme, dhe nuk kanë shkuar më. Ku i kanë grupet e punës? Ata që ndërtuan me prokuror të posaçëm, të gatshëm që do shkonin në terren dhe me oficera policie të BKH-s e kështu me radhë që do shkonin në terren. Kur ata nuk kanë shkuar asnjëherë në terren, aty kur janë thirrur janë telefonuar nga shtapet elektorale ose nga personat që kanë denoncuar një krim të caktuar. Kjo është ajo. Ja sot e Komunën e Parisit, shkojnë ndonjëherë ata spakut, shkojnë prokuror atje, jo, nuk shkojnë. Po shkojnë morë atje. Drejtoresha u pa me zë dhe me figurë që ikën me vrap, me çanta në krah, ikën me vrap. Një njeri që ikën me vrap, do thot ka kryer një krim, ka kryer një krim, sepse një njeri pastër s'ka pse ikën që ndron aty thot çat do. Po thot, jam drejtoresh, po jam militant e partie, ç'a problemi ka? Po ti ikësh me vrap, tregon që ti ke fshehur diçka, ti po fshen diçka. Ti do t'i fshihesh i përballje me policinë, nëse do vinë aty. Kjo është ajo. Dhe doli pasaj zoti Braçe tha, po jo tha, unë nuk i njeh kush ishte në zyrë. Po si njeh ti kush ishte në zyrë?
Më falë, si njëhet ti të zyra jote, ti pretendon një zyra jote. Ata persona që ishin aty, ti njoh gjithë Shqipëria që janë drejtues institucionesh, nuk i njoh dhe deputeti tyre, po kjo është skandaloze më. Është skandaloze situata, kupton? Unë them që zgjedhjet në Shqipëri bën në kushte terrori psikologjik. Terrori psikologjik të jashtëzakonshëm, ë. Avokat, pra ju po më thoni që këto zgjedhje opozita në gjykimin tuaj nuk duhet i njoh. Unë nuk ka rëndësi e fiton ose si fiton. Unë them, këto janë zgjedhje në kushte terrori dhe për mua këto zgjedhje të radhë duhet të përsëriten. Nuk ka rëndësi fiton apo jo opozita, apo ajo kush i fiton, nuk ka rëndësi ky. Problemi që ndron, mua e di kush më shqetëson, mua më shqetëson këta palaçot, po palaçot të pacit, të pamoralshëm të partive të vogla. Të këtyre partive i duhet bëhen pjesë e sistemit. Këta palaço, që agron shaj palaço, Adriatik Lapa një palaço tjetër dhe një palaço tjetër si Alit Qori që nuk dalin njerëz të denoncojnë këto krime zgjedhore. Këta palaço, si do bëjnë pjesë të sistemit, që pranojnë krime zgjedhore dhe pastaj thonë ne duam sistemi, po sistemi si ta luftosh sistemi kur lufton krimi zgjedhor, mo palaço. Se këta janë të gjithë palaço. Jo një, janë të gjithë palaço. Deri tani kemi dëgjuar në deklaratë, është e vërtetë kjo që ju thoni? Po si dëgjon ose janë palaço, e kupton, janë palaço elektoral më. Ata bën njësh me terroristët që vjedhin votat. Ky është problemi i tyre. Sepse këta mendojnë se duke mos sulmuar policin, duke mos sulmuar Spakun, mendojnë se do marrin vota. Jo, Spaku ka përgjegjësi sepse është krime zgjedhore. Dhe ky është ajo që është do ngjitur me të madhe. Qa, ka arrestuar në një Spaku para zgjedhjeve, mësoni një që ka arrestuar. Asnjë. Kanë nisur procedime penale për ata që kanë denoncuar hajdutët e votave dhe nuk kanë nisur procedime penale për hajdutët e votave. Për hajdutët elektoral, për terroristët elektoral pra. Ore, jemi qytetarë, unë jam antar partie, ore. Unë dua të votoj lirë, o zotri, dua vota ime, mos të diktohet nga terroristët elektoral. Kjo është ajo që dua. Dhe unë, kushdo tjetër, do të jetoj në këtë vend i lirë. Do të jetoj në këtë vend që do vetë ajet votën i lirë i pa diktuar, mor. Kjo është ajo. Kurse për vete time, mos më ka bezdisje ri, mor, e kupton. Po unë flas për qindra mira të tjerë që i bezdisin, mor. I bezdisin në mënyra, në presione psikologjike të jashtëzakonshme, mor. Ai palaço terroristi elektoral, Vullnet Sinas, ai është një terrorist elektoral, ai i helmon qytetarët shqiptarë me salmonel, me big marketet e tij, pastaj u merr dhe votat. U çon dhe pakot 3 muaj, 2 muaj para, pastaj u merr dhe votat, u ablen votat me skadencat e tij, me ushqimet e skaduara të big marketit. Ja, ky është terrorizëm elektoral. Ky është terrorizëm elektoral, pra. Avokat, me këtë që ju thatë, 2030-a do të na zërë me problemet e 90-s, sepse zgjedhjet e rallës 2029-ën, por Partia Demokratike edhe opozita, a nuk e dinte këtë që ju thatë që nuk, edhe ata vetë kanë deklaruar që nuk shkohet në zgjedhje me Edi Ramën, por nuk ndërtuan as SMV për mbrojtjen e votës? I nderuar, unë nuk mund të prononcojmë politikisht çfarë do bëj, më fal, opozita, Partia Demokratike e kështu me radhë. Unë jam avokat. Dhe unë konstatoj, jam njeri që lëviz të teren, unë konstatoj krime zgjedhore dhe unë për këtë po të flasë. Krime zgjedhore që unë po të them, janë krime që unë i denoncoj publikisht si unë e shumë të tjerë. Partit politike, nëse do të pranojnë këtë situatë me terrorist elektoral në gjiro, le ta pranojnë, por nuk është ky shteti së drejtës dhe shteti demokratik që ti kërkon të ndërtosh dhe votën e të garantosh votën e lirë qytetarëve. Sepse ne presupozojmë që kemi hapur, do shkojmë në BE, do hapim ato kapitull të kështu me radhë. Po si mund të hapësh kapitull ti me terrorist elektoral, me zgjedhje në kushte terrori? Si mundet t'i hapësh? Kjo është ajo që dua të them. Sepse problemet këtu, ore, diti që kanë marrë njerëzit nga Greqia, DL-ja ka dështuar, sepse kanë shkuar njerëzit në zyrat e DL-s ka tërhequr në një mizarfe. Terroristët elektoral nuk kanë qenë vetëm në Shqipëri, kanë qenë edhe në Greqi dhe në vendet tjera të BE-s, sepse DL-ja u kompromentua, sepse pushteti Edi Ramës kompromentoi me Gonigalin, bleu me Gonigalin, jo më drejtuesit e DL-s, dhe çfarë bënin? Merrnin na 1000 zarve, i mbushin, i plotsonin dhe i qonin përsërit e DL-ja. Kështu ka vepruar pra. Prandaj them, është alarmante situata e Shqipërisë. Dhe njerëzve nuk u ka shkuar, më kanë marrë qindra njerëz.
avokat, ne nuk na ka ardhur, jemi regjistruar, jemi bërë, nuk na ka ardhur zarfi. Nuk na ka ardhur zarfi thoshi, po zarfet kanë shkuar, se dhe te DN-ja ke shkuar ti, ke marrë zarfin e 100 vetave dhe ke firmosur, ke ashtu dhe ke lënë përsëri te DN-ja. Ja kështu kanë vepruar pra. Ky është krim, më është krim zgjedhor. Avokat, për ta mbyllur, kam një pyetje të fundit. Pjesa e parë është kjo që ju thatë, konstatimi. Pjesa e dytë është njohja nga ndërkombëtarët. Si mendoni që do të jetë reagimi i tyre në raport me këto konstatime që ju bët? Unë kam bindjen nëse ndërkombëtarët nuk do t'i njohin. Nëse ndërkombëtarët do njohin këto zgjedhje këtë radhë që kanë qenë në kushte terrori psikologjik, e theksoj, ata janë palaço më keq, janë më terrorist nga këta terroristët në Shqipëri. Nëse kryeministra dhe Europa, pra Brukseli, do njohin zgjedhjet në Shqipëri këtë radhë, unë mendoj që ata janë bërë pjesë, por legalizojnë terroristët e blerjes së votave. Ka që them unë për këta europianët. Unë jam i bindur që Shtetet e Bashkuara nuk kanë për të njohur këto zgjedhje. Ambasada nuk është më jurikim këtu, se do kishte dalë tani, do kishte njohur zgjedhje, do thoshe ishte të lira të ndeshme, kishte një problem, po do ja zgjidhim 2029 e kështu me radhë. Unë mendoj që nëse Europa do njohë zgjedhjet, ajo bëhet bashkëpunëtore e terroristëve zgjedhor që ka shkatëruar procesin e zgjedhjeve dhe votimeve në Shqipëri. Kaq kam për ata. Unë dëshiroj që kjo që po them unë mos të ndodhi, që ata të njohin këto zgjedhje. Unë mendoj që Europa duhet të japë një mësim të mirë Shqipërisë, t'i thotë jo, t'i thotë përsërisin zgjedhjet derisa të bëjnë zgjedhje të rregullta. Kaq. Nuk ka rëndësi kush i fiton për mua. Për mua duhet të përsëriten. Nuk ka rëndësi rezultati, se fiton opozita apo ajo. Duhet të kthehen që shqiptarët të mësojnë mos të vjedhin në votën, mos të kërcënojnë më, mos të shantazhojnë më qytetarët për bukën e gojës, për një leje ndërtimi, për një leje për kasollën e Kafshës, për një mur, e për një solet, e për një vend pune. Absolutisht jo. Duhet të votojnë të lirë. Avokat, faleminderit për kohën dhe që ishit i drejt për drejt. Faleminderit, ju përshëndes.